Operacioni i policisë ka rezultuar me arrestimin në flagrancë të 5 të rinjve të përfshirë në një rrjet të organizuar trafikimi droge që vepronte në zonën e Kamzës. Droga e ndarë në 2 pako me peshë totale 5.3 kg, dyshohet se ishte kultivuar në një zonë pranë fushkrujës dhe më pas do të shpërndahej në doza më të vogla në Valias. Të arrestuarit ishin organizuar në 2 grupe dhe lëviznin me 2 automjete. 2 prej tyre, përfshirë 25 vjeçarin Erjan Përdheshi, mbanin pako me lënë narkotike, ndërsa 3 të tjerë i shoqëronin një makinë tjetër për sigurimin e transportit. Emrat e personave të arrestuar janë Elsad dhe Shaban Germa, Egzom Busadhi dhe Alban Prenti, të cilët janë ndaluar për veprën penale mos kallëzimi krimit. Arrestimi u bë në momentin kur grupi po përgatitej të shiste drogë në një event takim të paracaktuar në zonën e Valiasit. Policia avion hetimet intensive për të identifikuar dhe ndaluar persona të tjerë të përfshirë për këtë rrjet, duke përfshirë kultivuesit dhe shpërndarësit e drogës në tregun e vogël. Kjo goditje vjen si pjesë e strategjive së forcave të rendit për të luftuar trafikimin e lëndëve narkotike në kryeqytet dhe rrethinat e tij, duke synuar prishjen e zinxhirit të krimit që përhap drogën në komunitet.